Është një vend ku pishat pushtojnë qiellin, ku ajri dhe drita të zgjojnë optimizmin, ku o gjaku të bën të dashurohesh me dimrin, ku çaji dhe mjaltë të sjellin aromën më të mirë të malit, ku kosi pritet me thik. Është një vend ku malet të bëjnë të fluturosh mbi det, aty ku natyra i ofron të gjitha. Udhtimi i sotëm do të na çojë në shije autentike dhe në vende ku njeriu jeton në harmoni me natyrën. Dhe sërish do të kthehemi në të tashmen. Sa mbërritëm në një stan i cili qëndron mbi orikun e vjetër në Karaburun, ku duket fare mirë edhe deti jon blu dhe një natyrë shumë e pasur. Këtu do të shohim bashkë me ju, bashkë dhe me djalin tim Dinin, sepse dua t'i tregoj edhe atij se çfarë ndodh në një stan, aty ku prodhohet lënda e parë më e mirë nga barinjt, ata që dinë më mirë se çfarë ndodh me ushqimin ton. Ikim Din. Hajde. Opa. Sa po kemi ardhur në stanin e zotit Dhimo Gjipali, i cili po mpret bashkë me miq të tjerë, të cilët do të na ndihmojnë që dhe të mësojmë, po dhe t'i shijojmë këto ushqime që prodhohen këtu. Dhimo, sa vite ke që merresh me këtë punën e bariut? Që në 85. Që në 85-ën. Si është dita jote këtu, si nis? Që më 4. Në 4 të mëngjesit. 4-5. Edhe fillojmë më pasaj lopët, 10, nxjerr pasaj u hethu ushqim kecëve, ikim me 10. Ku ikën? Ikim lart. Ku lart? Deri në Majmali. Edhe kthenem në bazite nga ora 2-3. Kjo racë e dhive është autoktone? Autoktone, dhije zeze Dukat. Kjo është një racë autoktone, dhija e zeze Dukatit ose dhija e zeze Karaburunit. Racat autoktone janë të çmuara, kanë veçori të cilat nuk mund të zëvendësohen kur nga raca që vijnë thjesht për leverdinë e mishit apo për leverdinë e qumshtit. Me çfarë ushqen? Me prall, gjithë e mali. Kalojnë dhe nga ana tjetër e... Edhe më atan, det më det. Me kafshët je i lidhur? Po të mos isha i lidhur, dua e rri këtu. Po s'të vjen keq kur i the? Më vjen gjyra, po. Ndaj i rri. Ndaj i rri. Dua lek. A ka ndonjë kod tuaj të barimve në trajtimin e kafshëve? Që të mos i bëj antibiotike dhe të nxirr në tre. Madhe. Nga kjo pikë kur shikon këtu rreth e përqark vetes të duket tamam sikur je në parajs. Vendi është i gjithë, zona e Dukatit është e mrekullueshme e gjithë. Do ta lije këtë vend për diçka tjetër? Për asgjë? Fare. Çfarë gatuan ti vet këtu? Çfarë ushqimesh përgatit nga lënda e parë që ke vet? Për të ngrënë? Çfarë të ke? Çfarë për shembull? Mish. Mishin po, normal. Arapash, fasule, patate. Se më jepet për gatuar. Të jepet, Më jepet. Çfarë do na gatuash sot? Mish të pjekur me herë. E kukurec. Djath. Djath të zier. Djath të zier. Djath të zier. Ta provoj? Të provosh.
Si ishte ajo bima që kullosin këto? Kështu, Si quaj? prallë. Prallë është edhe ky djathi. Po nuk Këtu jemi me një pjatë shumë të veçantë, me një produkt shumë të veçantë, I cili bëhet nga kullostra, nga qumshti I ditëve të para. Është qumshi që tepron, apo jo? Dhe si e bëni ju këtë? Merë kullon e zi, e lë të ftohet, I hedh kripën dhe e mbyll. E mbyll në lëkurë. Ka cek në lëkurë. Në lëkurë. Dhe ajo pastaj e lëshon vetë Lëshon ujin, vetë, e nxjerr vetë. e largon vetë. Në shije, ta shoh pak. Ngjën shumë me gjizin e kripur. Odin, kjo është shtëpia e Bariut. Të pëlqen? Po? Ky është krevati ati xhaxhi që merret me kecat, që rrit kecat, që I bën të mëdhenj, edhe pastaj merr qumshin. Edhe mishin që do ham neve, do ta hash ti mishin e kecit. Nene, se janë atë shtëpis, nuk janë të blerë. Kjo është shtëpia jote? Shtëpia jote e dytë? Shtëpia. Në kushte Nuk di s'këtë. krejtësisht natyrale. Sa ditë në muaj kalon këtu? 2, 3, 5. Net. 9 vjetë ndonjëherë. Varet se mund të kem që më pjellë lokë, më pjellë në dhi. Mund të pjek dhe nojnë këtë stu. Bjeshi, se pjek do t'jashtë. Edhe E pjek pjek këtu. Din, do rish këtu me këtë xhaxhin? Pse? Ku që rri këtu? Nuk është bukur këtu? Të rish me kecat? Tani jemi gati ta shijojmë këtë mishin që na po që ndihmon sot, mishin e kecit. Gëzuar. Kjo është kisha e Marmirojt, ajo që ndron mbi lagunën e Orikut të vjetër, I cili është përmbytur, dhe këtu jemi në qytetërimin e lashtë, le të themi, I cili tashmë është një këndet, është I pabanuar, por dikur këtu ka pasur rreth 60 fshatra. Kisha është daton e shekullit të 13 sipas dojdhënave dhe thuhet që ketë qenë një kishë në stilin bizantin. Po ta shikoni, ajo qëndron me një pamje shumë mistike, ashtu e vetmuar rrëz maleve mes një natyre krejtësisht të gjelbër dhe është një pamje shumë e bukur vërtet.
Kam ardhur në fshatin e vjetër të Dukatit, të cilit i përket edhe mali Llogaras. Po të shikosh rreth e rrotull, të bësh një rrotullim 360 gradë, shikon vetëm male. Dhe në fakt disa prej tyre janë edhe të mbuluar nga bora, disa janë me pisha të dëndura, kanë një thyerje në pamje që të bën vërtet mendosh se është një pikturë e bukur. Ndërkohë që ky është një fshat i cili është vërtet i futur në male dhe ka vetëm një gryk nga ku hyet. Kjo e ka bërë këtë fshat edhe të jetë goxha i mbrojtur. Është një fshat i cili gjithmonë ka jetuar me blegtori dhe më pak me bujqësi. Blegtorinë e ka shumë të njohur për faktin se është një produkt ushqimor shumë i shijshëm. Kjo është shtëpia? Këto janë ato objektet që doje të më tregoje. Tu jemi në një shtëpi ose në një odë të Dukatit me gjëra, me ato vegla, ose me ato gjëra që janë tipike të kësaj krajini, tipike që mund të ndodhen në zonë të Labërisë, siç janë pjesë të gatimit, ku fare mirë shohim gjërat origjinale të 2 ose 3 shekujve më përpara, çka dëshmon edhe një herë kulturën ato pjesë të trashëgimisë që ndodhet e gdhendur tek këta banorë. Në Llogara mendon gjithkush se do të hajë mish shumë të mirë. Është e vërtet, mishi është i shkëlqyer, por këtu nuk ka vetëm mish. Ka dhe shumë receta të tjera të reja, të cilat do t'i shohim pas pak me Xhulin. Këtu jemi me Xhulin, e cila për mua identifikon shijen më të mirë të Llogaras, duart e saj. Kështu që me Xhulin sot do përgatisim disa receta, të cilat ajo i ka si pika të forta, dhe ne do t'i mësojmë këto receta se si bëhen, do marrim sekretet e saj, sepse është një kuzhiniere shumë e mirë. Xhuli, mirë se të gjetëm. Faleminderit. Tani, si fillim Xhuli ka menduar që të na qerasti me një çaj mua, Egonin edhe Xhulin, meqense gatimet do na marrin pak kohë dhe ta shoqërojmë një çik me një çaj të mirë. Si e ke menduar çajin, Xhuli? Janë 3 lloj çaj, janë të 3 që i ka këtu pylli. Është çaj i malit, Po. sherebeli dhe çaj trindafili që është i muajit shtator. Ah, çfarë arome. Edhe ky është në pyll. Mjalti i zonës? Po, blerë. Fantastik. Mirë, atëherë ta shijojmë pak çajin të tre dhe pastaj fillojmë punën direkt. Tani jemi gati të ndjekim recetën e parë të Xhulit, e cila është Mishi i qëngjit me perime. qëngji është i zonës sigurisht. Kjo është periudha më e mirë e qëngjit, se janë qëngjat. Kjo tani në janar? Mishi është shumë i buti. Ah, okay. Që mund të gatuhet edhe në tigan, nuk shëthë, se gjithmonë jemi mësuar me qëngjin e hellit, po mund Ose ta të gatuajmë furrës. në tigan. Sot në tigan do ta gatuajmë? Në tigan do ta gatuajmë. Hajde ta shohim. Dhe besë shumë i shish. Do presim mishin e qëngjit, vetëm pjesën e kofshës, që është më i butë. Dhe do ta shoqërojmë me qepën, me speci, me karotën, me majdanozin, me hudhrën dhe me piper dhe kripë. Dhe kuptohet vaj ulliri. Këtë gjë që po bën Xhuli, që po heq djamin nga pjesët e mishit, është një gjë që duhet ta bëni të gjithë faktikisht për ta bërë mishin me më pak i ndyrë. E presim kubik të vegjël. Këtë që bëm gati edhe në tigan. Është mirë që të jetë pak i nxehtë tigani, që lëngun ai ta mbaj brenda në momentin që hidhet.
Është i pjekur në mënyrë fantastike. Vullin dhe margarotë. Është gati? Po, është gati, po mund të bëhet dhe një, që mund të jemi gjallë, kush e do me ndyrë, kush e do pa gjallë, është më i lehtë vetëm me vaj ulliri. Më thuaj pak nga të gjithë turistët që të vinë të huajt, nga cili vend e preferojnë më shumë? Anglia. Anglia, ëh? Anglia, po. Ja ku kemi një pjatë e cila ka një aromë, ç'ti u them, ka një pamje shumë të bukur, ka një përbërje shumë interesante dhe bëhet për vetëm pak minuta, ndërkohë që ne jemi mësuar ta bëjmë ndryshe komplet. Renditja e përbërësve ishte krejtësisht ndryshe dhe mund ta eksperimentoni të gjithë, por ama duhet një qingj i mirë si ky që kemi këtu. Tani jemi gati për recetën nëmër 2, ajo është një sallatë shumë e shëndetshme sepse është me spinaq të freskët të pagatuar, prandaj kushtoj një vëmendje që ta mësoni dhe ju. Receta tjetër është spinaqi. I gatuar i gjallë, Po, jo i zier. Ka brenda qepën, po, kopër, koprë dhe majonezën që në këtë rast ne kemi gatuar vetë këtu. pa diskutim, duket. Duket, është e verë. Duket. Do hedhim dhe majonezën tash. Miqtë e mia, ku kemi një recetë të cilës personalisht do t'i vendosja notën 10 për sa i përket vlerave ushqyese. Nuk i mungon absolutisht asnjë gjë, është e mrekullueshme. Të lumshin duar, Gjuli. Jemi gati për recetën e tretë? Po. E cila është? Është salcë skosi e përgatitur e kombinuar me 2 lakra, të bardhën dhe të kuqe dhe me karotën e gjallë. Gjuli, ti sikur të ishe duke përgatitur receta enkas për mua. Ja ku e kemi edhe recetën e fundit, e cila është salcë kosi, por në brendësi ka dhe 4 ngjyra zerzavatesh, të cilën e bëjnë shumë të shijshme, por e bëjnë edhe shumë të kompletuar. Gjuli, më ke habitur sot me pjatat e tua dhe jam shumë e lumtur që në llogaran e Mishit kemi gjetur ide fantastike për pjata jo vetëm të shijshme, por edhe të shëndetshme. Jam e sigurt që fëmijët do ta preferojnë pafund këtë pjatë. Sot e nisëm udhëtimin nga një ushqim që të kujton kohët e Biblës, siç është ushqimi në stan, ushqimi i barinjve, dhe përfunduam me këto pjata të cilat janë të stinës, të zonës, të llogaras, por janë edhe shumë kreative. Këtu jam ulur me Gjulin dhe me Gzim Capën, të cilët janë mikpritësit tanë për sot. Dua së pari të drejtojmë Gjuli dhe t'i them përveç se të lumshin duar, dua ta pyes se nga e gjen ti frymëzimin për pjatat e tua. Më intereson të di. Fjalët e mira të klientëve çdo ditë na bëjnë që ne të shtojmë menu, ta zgjerojmë dhe të hapemi brenda ushqimeve që ka zona këtu. Gzim, dua të pyes ty tani, cilat janë pikat e forta të llogaras si një vendaliqje për të shijuar këtë vend në të gjitha aspektet? Kjo klimë edhe kjo natyrë këtu ofron një diçka ndryshe për gjithë ata që të kanë dëshiruar dhe do të dëshirojnë ta vizitojnë. Pogoraja ofron edhe histori, por ka dhe asete të kulturës dhe të natyrës. Miqtë e mi, ky është emisioni i fundit i një cikli që filluam nga shtatori dhe e përfundojmë këtu në llogara. Jam shumë e kënaqur që e përfundoj këtë cikël udhëtimesh me Gjulin dhe me Gzimin që janë miq shumë të mirë, por dhe me djalin tim të vogël Binin. Ne do të vazhdojmë në studio me këshilla të ndryshme për ushqimin dhe shëndetin,
Por, përpara se t'ju them mirupafshim, do doja t'ju thosha se në gjithë këtë cikël udhëtimesh, ku unë mendoj se ju keni parë pamjet më të bukura të Shqipërisë, ka qenë një punë e përbashkët bashkë me bashkëpunëtorin tim Egon Mysliu, i cili ju ka bërë që të fluturoni mbi Shqipëri, të cilin e ftoj këtu pranesh që të bëj gëzuar për ta mbyllur këtë darkë, në themi të fundit, në këtë udhëtim të gjatë në për të gjithë Shqipërinë që mbyllet në llogara. Gëzuar, edhe le ta shijojmë Shqipërinë sa më shumë edhe në vazhdim. 17 javë, 17 udhëtime për një ushqim të mirë, për njerëz të apasionuar, për natyrë të bukur. 17 udhëtime nëpërmjet ushqimit në histori, në tradita, në kohë. Përjetuam Shqipërinë nga veriu në jug, nga mali në det, nga vera në dimër, nga e shkuara në të tashmen. Ka përcyen kufit dhe u kthyem me eksperienca të reja. E gjithë kjo për të njohur më mirë vendin dhe veten. Dhe kuptuam se pasioni për një ushqim të mirë, me dashuri për natyrën dhe besnikëri ndaj traditës, i shërben vendit, komunitetit dhe vetes. Na bën njerëz më të mirë, sepse ne jemi çfarë ham.